familja është veni ku na njihemi mas mirëti. Por çka ndodh kur bashkë çaj vend që është i supozuar më na bu me uni mas mirëti, në fakt na i lën disa trauma që na përcjellin krejt jetën tonë. Na bën me uni me një mënyrë jo bashkë mirë, na bën me uni na shta ndonjëherë keq, po më e rëndësishmja na jep disa veçori që na përcjellin krejt jetën e ndonjëherë na çojnë edhe në rrugë që nuk janë bashkë mira. Sot për me fol bashkë për këtë çështje, e kemi thirrë njërin prej psikologëve më të mirë që e kemi, me cilin kemi me diskutu bashkë për qëta, për familjen, po me një kontekst kit tjetër. Kemi me fol aspektin psikanalitik të familjes. Me mu se dështë Rone, mirë se erdhe. Mirë që ju gjeta lirim shumë falinderit në këto mjedise tepër paqëdashse, me një sfond të mrekullueshëm mes librash, po ndjena fantastik, ju përgëzoj shumë për këto rrjedhat aktiviteteve të pandërprera me diskutime dhe tema shumë të rëndësishme për shoqërinë. Faleminderit shumë Rën. Sot do me thonë ti e ke pa dhe kemi diskutu, na këto e kena me një farë forme pa të klef. Munohemi mës me konë shumë serioz, në kontekstin që adin me nejtë kështu edhe me fol, po të njëjtën kohë munohemi me konë sa ma të kuptueshëm për audiencën, me konë edhe sa ma të sak. Arsyeja pse do me thonë sot, i kemi me fol një temë shumë interesante, është se unë menoj që ti je eksperti nashta ma i mirë i fushës tënde. Prandaj edhe s'un po pres me nis me diskutu. Kemi me fol për familjen, po për mënyrën qysh familja na shëndron neve në qëta persona që jena na sot. Se për shembull, na në shnet pas që kemi bo ka njëherë do teste. I qeqmi do postime, rënë edhe e këshëshmi aden qa po dhezë ma shumë, qa po dënë audienca. Kur u prekshin dinamikat familjare, për shembull, a dina menën që ta ka i nati tezja ose halla, njerëzit shpërthejshin komente. Fillimisht, para se mja nis, çfarë menimi kiti për dinamikat familjare në Kosova? Kemi dinamikat shëndetshme? Dinamika mendoj të trazuara, e të cilat ndonjëherë shisin në një gjendje kaotike të çrregullt, por prap e gjejnë stabilitetin me shumë përpjekjesh. Zakonisht to përpjekje vinë nga të zotët e familjes, prindrit, por në anën tjetër edhe lidhjet e forta shoqërore që kanë familjen njëra me tjetrën. A di qysh lirim? Është interesante ta diskutojmë këtë çështje sepse ti e the shumë mirë dinamikat. Po mu m'intereson brenda këtyre dinamikave ka kohezion. A kanë raporte të ndërsjellta komunikimi njëri me tjetrin. Psikanaliza familjen a di ç'është? Është sikur një teatër që ka konflikte, por çto konflikte duhet me u ndërmjetësu, me u dialogu, me u përpunu. Dikush nëse menon që familja duhet jetë thjesht familje pa konflikte, të jetojmë qetë dhe të lumtur, atëherë kjo është veç fantazi. S'është e vërtetë. Nuk prek caqet e realitetit. Pra, në një familje ka konflikte, në një familje ka pakënaqësi, në një familje ka edhe dashuri dhe ndalim, në një familje ka konfrontime, ka objektiva, ka edhe kundërshti, ka përplasje mentalitetesh, përplasje gjeneratash. Po ideja di ku qëndron, që konfliktin me fol, me qifrejgohe, eksakt. Me diskutu, me shtru e parashtru në shumë qaste, në shumë dimenzione. E jo, me pas një raport me fëmijun, autoritar, unë jam ligji, ti dëgjon çfarë themon. Ose në anën tjetër, nëna është streja, ndërsa babai ligjvënësi. Kjo nuk duhet të jetë prezente në familjet sot. Sepse nëse babai është ligjvënësi e nëna na qenë ka streja, atëherë fëmiu bie në një situatë, në një pozicion, bëj një gabim, fshihem tek nëna. Sepse babai do të më ndërshkoj. E çaj bie kjo? Dashuri dhe ndalim. E një fëmijë nëse rritet me këto dy elemente, dashuri dhe ndalim, ai në fakt në të ardhmen ndërton një personalitet që ne mund ta konsiderojmë lehtësisht një personalitet perfeksionist ose një personalitet ambivalent në disa momente. Kjo pastaj e bën situatën dinamike në familje, të komplikuar dhe shumë komplekse. Për që ato janë profesionistët e shëndetit mendor, mjekë si ju të profesionalizuar, edhe ne psikologë që të gjithë jemi të rëndësishëm pa dallime, e që bëjmë maksimumin e përpjekjeve me dhuru shoqërisë kontribut pasionant për mizgjith të çështje. Psikanaliza, në anën tjetër, zbërthen shumë çështje që për të lëshikuesit tuaj që na ndjekin, sigurisht që do të jenë domethënë se unë do të përpiqem të jem sa më i qartë mes shembujsh dhe praktikash më të ndryshme. Para se me se qëtonë që të zarfjen e verdh, na i kena përfshi 3 prej rasteve ma
të zakonshme që ndodhin te na. Se na në shoqërinë tonë përjetojmë dinamika të vazhdueshme, të cilave nuk dina më dhon shpjegim psikologjik, por njerëzit dojnë me pas një shpjegim. Disa kërkojnë shpjegime në përçarje të gabuara, disa lypin një mendim të shoqja të shoku, te dikush por rrallë shqiptarët shkojnë për me kërku shpjegim te psikologu pse ashtu ndodh që kjo se çysh me përmirësu çeta. Po për me mërri që to, domethënë na e dim që një fëmijë kur lind, domethënë ai nuk ka ide për botën për rreth, përveç instinkteve që janë të trashëguar gjenetik, një fëmijë kur lind nuk e din çu do këtë bota. Për to bota është një vend i pasigurt. Për to bota është një vend i panjohur. Gjithçka që ai ka më mësu për botën, ka më mësu pi prindvet vet. A është vërtet rënë që gjithçka që na mësojmë çato momente prej mënyrës që prindët tona trajtojnë neve, kena me e vërtetu, kena me e eksperiencu edhe një jetë në të ardhmen. Nëse prindët tona dojnë, na fillojnë me mësu që jeta edhe bota është një vend i sigurt. Por nëse prindët tonë nuk sillen bashkë çu do të mos sillen, na fillojnë me mësu që bota është një farë vend i pasigurt, edhe tani lypim sigurinë vendet gabuame. Unë jetën e konceptoj sipas bindjes së qëndrimit tim, por edhe nga shumë ulëmtime dhe analiza që kam bërë, unë jetën e shoh krejtësisht relative. Nuk duhet të jetë domosdoshmërisht bota e sigurt ose domosdoshmërisht bota e pasigurt. Kur them relative është se fëmiu duhet të përfitojë nga tashimi, ngrohtësia, emocionaliteti i prindit, dashuria, por në anën tjetër duhet të mësoj apo të përvetsoj një uri përmes një maturie graduale prindrore, me stileve të ndryshme prindrore, për mi zgjidh problemet në jetë. E jo vetëm me pa botën të sigurt, duhet jemi sigurt edhe krijon një zonë konforme. Edhe aty ku prodhohet pastaj problemi, kur del për çasaj zone, ka ankth. S'din çka me bëj. Përballet me ankthin. Eksakt. E kështu që në qoftë se prindrit bashkëpunojnë njëri me tjetrin, atëherë fëmiu ndërton një personalitet krejtësisht të maturuar, po flas për fazën e adultshmërisë, edhe lehtësisht mund të zgjidh problemet në mesin e shumë alternativave. E jo të mësohet me një alternativë bashkë. Sepse nëse ne në jetë e shohim vetëm një opcion, edhe fokusohemi vetëm po atë njëjtin opcion, atëherë çfarë ndodh me ne? Ne sigurisht që mbesim brenda një procesi që unë e quaj lehtësisht vendnumro jo rezultativ. Jeta është në mes shumë alternativash. Ndonjëherë jeta ditë jetë edhe eksperimentale. Sa i përket çështjes psikanalitike, unë jam pasionat i psikanalizës, mendoj akoma në stadiet e foshnjërisë në psikanalizë, nuk e them këtë me modesti, po psikanaliza është është një fushë strukturuar, pastaj kombinohet me neuropsikanalizën, kombinohet me psikodinamikën, sikundër unë e shoh mundësinë që shoqëria kosovare të përfitojë nga një urit që i servon psikanaliza me shembuj dhe praktika apo metoda adekuate. E kanë keq kuptuar Lirin Freudin. Ky është halli i vet. A di pse kanë keq kuptuar? Se mendojnë që Freudi flet për seksin, Freudi flet për knatësinë, Freudi flet vetëm për idin, flet për instinktet, nuk është e vërtetë. Freudi ka qenë një moralist i shquar. Freudi ka qenë pasionant i një pune me plot etik. Por që Freudi ka parashtruar shumë çështje që në fakt kanë interpretim subjektiv, që do të thotë se janë bazuar në analizat e tija individuale, në rastet e tija klinike, e sigurisht ju mungon çësia empirike. Freudi shpesh në veprat e tij ka fol intuitivisht për rastet thelbësore të pacientëve të tij. Psikanaliza shtron shumë çështje dhe zgjidh shumë probleme në shoqëri. Ideja diku qëndron që përmes këtij misioni na u dhuru të likushtë tuaj kuptim. Freudi për çfarë është mundu? Freudi nuk i ka interesu Freudit në veprat e tij me komentu mbi trurin të funksionet e trurit, po mbi atë se si flasin kuptimet njëra me tjetrën brenda trurit, brenda mendjes. Pra, e ka ndarë mendjen nga truri. Po normal, do të thonë edhe unë mendoj edhe një arsye tjetër pse u keq kuptu Freudi shumë është edhe që u demonizu në popullat, është për shkak se i ka thonë disa gjëra që na krejt na shta i bojmë ose i ndjejmë, po tutemi mi mendu. Edhe mas ne kur ti shpërfaq dikush çato që për ty janë të papranueshme, ti fillon me hasë në rezistencë, duhet me mbrojtë dikush njëri. Na e dina që mekanizmat mbrojtës të egos krijohen pikërisht për me mbrojtë njeriu mbi ankthit, prej diçkaje që adin ti e konsideron si të papranueshme. Por pikërisht për me diskutuar çfarë dhe për me bëu më të rrjedhshëm episodin, na që kena marrë 3 raste. Këto 3 raste janë 3 raste që mund është mi pa çdo kon Kosovë, çdo kon shqiptari. Si dalë që do të thonë, nëse nalesh edhe fol me dikën, e koni që si ngjarje të paktën të parafort. Unë kam ta lexuar letrën komplet që e kemi marrë, edhe mas ne kemi me diskutu bashkë, ku janë
hap, domethënë ku është ajo baza, gjeneza e problemit, çka ka ndodhur, okay? Është diçka po du me shtu, se përmes tash u thellum kogja, edhe kjo bisedë përveç që është me përplot entuziazëm, më pëlqen se është edhe mendoj, po them simbolikisht, shumë arkeologjike. E ju e dini shumë mirë që për një psikanalist, me u thellu në historinë një personi, i bie është sikur të futesh në një shpellë, dhe kur futesh në shpellë, analizon komplet brendësinë e shpellës dhe kupton shumë simbole brenda shpellës. Dhe dikush që kushton këtu thelbi që pas gjithë zbulimeve, deshifrimeve, dekodimeve të atyre simbole në shpellë, ti e kupton historikun e shpellës edhe kuptimin e asaj se çfarë në shpellë ka pasur dhe çfarë lloj ekzistence ka qenë, si është zhvilluar jeta. E kjo përkon me historinë e individi. E unë shpeshherë debatoj me njerëz dhe them, nuk duhet ta kuptojmë botën e një personi në mënyrë të shpejtë duke i ndëgjuar vetëm shqetësimet, por duke analizuar historinë e tij në mënyrë kronologjike. Kjo i dhuron më shumë kuptim gjendjes personale. Shumë e vërtetë, domethënë pajtona plotësisht. Tash po kaloj në rën, unë kam lexuar letrën, edhe mas një ti kemi madhon mendimin e parë që po të shkon mendje, dhe mas te kena me diskutu. I kena 3 letra. E para është kështu. Unë i kam 31 vjet. Po sa herë që i msheli syt, e shoh veten sikur kur jam kona ideali 8 vjet, që u kthej prej shkollës me një 500 testin e matematikës, shumë krenar sepse për herë të parë e kisha marrë notën më të lartë në klasë. E qeli derën e shtëpisë me vrap, me fletorën në dorë, të thonë, oj mam, këqyre e ko marrë 500. Nana e merr fletorën, e këqyr për një sekond, edhe pastaj me një farë toni tash për më thot, ani diçka, djali Bajramit që kena kujshi e ka marrë 500 plus. Pse ti nuk e ke marrë plusin, a je ma i dopt saj? Nuk më tha bravo, nuk më ka përqafu, veç ma buni një krasim, apet, për 100 herë. Edhe kjo ndodh çdo herë. Nëse e ka marrë 500, më ka thonë, pa i fëmija i tezës tane e ka marrë 500 plus. Nëse kom dali dyti nga orën e sportit, më ka thonë, për normal, djali kujshive ka dali parit, ti normal që dali dyti. Nëse ju më vesh bukur për naja heng, më ka thonë, këshire sa miru vesh djali halës tënde. Kur nuk jom koni mjaftushëm. Kur nuk jom koni mjaft për nanën tem. Me kalimin e vjetëve, qaj za që më ka krahasu me tjertë, u bozoni jam i brendshëm. Sa herë që e qeli gojen me një mbledhjet punës, e nijat zanin e nanës të mu përsërit në kry, mos falë se ka bën, kanë më të krahasu me tjertë, kanë me marrë vesh që je budal, shuj ma mirë më shele gojen. Sa herë që më del një projekt i ri, mendja më thot, mos e merr qëtë projekt, se nuk ki me dal ma i mirë, i kimi shgënyu tjertë edhe vetën. Sa herë që dikush më bën kompliment, unë e busqeshi, a më mrena, gjithmonë ja bëj pyetjen vetës. A e ka për një meqet kompliment, apo veç po më thot për me më krahasu me dikën tjetër e me marrë vesh që unë jam i dopt. Sot jam i rritën, punoj me një kompani shumë të mirë, por nina si mashtruz çdo ditë. Kam angst para çdo prezantimi, kam stres para çdo vendimi, nuk nina kurri plot, sepse në kokën tem, halohen nga i nanën tem të më thonë, ti si e i mirë sa dush, me kon kur s'ki me kon që shtu i mirë. Edhe e kuptoj që tash, nana jam nuk e ka pas me qëllim të keq. Ajo veç u rrit me një botë ku suksesi i fëmisis të krenaria e saj e vetme, për me u livdu para tjerve. Po pa e dit, ajo ma ka futë në kry një bindje, që më helmën qdo det. Unë nuk jam kur mjaftushëm i mirë. Çka do që të bëj? E pyetja jam është kjo. A mundet me u shëru një fëmi i brendshëm që u rrit të u krahasu qdo det? A mundet me mësuën e me kon krenar për veten, pa e pas një plus, që s'ma jep kur kërkosh. Faleminderit. Është shumë e qartë që këtu brenda kësaj historie, brenda kësaj ngjarje, paraqitet efekti internalizimit ose i brendësimit të personalitetit apo zërit, kriticitetit të nënës, ose efektit kritik të nënës që në fakt fëmiu kërkon miratim, nuk e merr, në anën tjetër nëna e zhvlerëson fëmiun duke e krahasuar me dikë tjetër, që në fakt, sipas teorisë psikanalizës veçanërisht lakiane, në këtë rast subjekti fëmia bëhet pjesë e një dëshire të tjetrit. Pra, jo dëshirës së tij, pasionit të tij apo emocionit të tij që përkon me vetvlerësimin e mjaftueshëm, por në fakt vendoset në pozicion e tjetrit, që do të thotë se ky fëmijë gjithmonë
edhe në adultshmëri, edhe kur rritet, do të kërkoj që t'i kënaqë të tjerët. Kërkon validim. Eksakt. Edhe miratim, edhe validim, edhe plotësim. Në qoftë se ti i thua, wow, perfekt, ai sigurisht që do krijoj një perceptim skeptik dyshues për ty, sepse do e kthej këtë në politike me gjas, e ka ndoshta për ndonjë interes të caktuar, se s'besoj që po i mjafton që kjo çka po e bëj. A në fakt ai e ka bërë në mënyrë të jashtëzakonshme detyrën, përgjegjësinë që e ka, e kjo i prodhon probleme edhe në kushtet e vendit të punës, në çfarë do profesioni operon. E çka bëjnë sot në shoqërinë kosovare, që është opinion dhe bindje ime, nuk është ulëmtim, se duhet t'i kumtojmë të shikuesët tuaj që ne bazohemi edhe në opinion, qëndrimet tona dhe në analizat që kemi bërë, po jo në studime shkencore. Unë mendoj që në shoqërinë kosovare të krahasosh fëmijën tënd me tjetrin, fëmijën e bën të frustruar, të pamjaftueshëm, mes shumë epizodesh të cilat kanë të bëjnë me një ankth ekzistencial, një krizë ekzistenciale, bëshllëku, e sa kaq fëmiu atëherë i bie sikur të jetë një balon e fryrë që në brenda asaj balone nuk ka fare peshë, por thjesht valzon ajër edhe nuk e gjet dot pozicionin e tij adekuat. Po se paramenoj rënd, sa e rëndësh për një fëmijë, të më thonë kur vjen, edhe ta bën, mama me komor pesë, edhe nana vjen që më thonë bravo, shumë mirë, shumë jam e lumtur me ty, ai ta bën. Ama vazhdimisht ka diçka tjetër kështu. Se tani po më kujtohen veprat e Freudit, unë qysh në adoleshencë në vazhdimsi kam jetu me veprat e Freudit. Kur them kam jetu, si po e shihni po flas me emocion tani, arsye se kur i lexon veprat e Freudit, po do më lidh me historinë, Freudi flet me ty në vepra. Domethënë nuk është vetëm narrativ, ose nuk është vetëm motorik, ose përkufizues, po flet me ty. A e dini që Freudi në veprat e tij e kritikon edhe veten e tij. Madje rrezon edhe veten e tij, hipotetikisht në shumë dimensione. E që tu tash, veç fonali për analizojmë pak më thellë, se e di që të pëlqen shumë detaje. Ej, mam, e ku marr pesë. Para kësaj, ka i ka ardhur kjo nxitje, ky stimulim fëmijët. Hej, mam, e ku marr pesë. Pse hej, mam, e ku marr pesë? Që i bie se pas kësaj, hej, mam, e ku marr pesë, ky ka qenë vazhdimisht nën presionin psikologjik të nënës, duke krahasuar fëmijën me fëmijët tjerë të lagjës, apo të komshinjeve ose të kushërirëve. E pra, problemi në psikanalizë nuk është vetëm në një sekuencë, po brenda shumë epizodeve zhvillimore, veçanërisht që nga stadi fallik, 3 deri në 5, e deri pastaj kur problemet shfaqen në stadin latent, që në fakt aty është pjesa e ushtrimit të ndikimit të shoqërisë, fesë, religionit, kulturës, ku ne themi formohet superego e individit. E këtu në këtë rast ky fëmijë, a din çfarë superego mundet me ndërtuar të armën? Gradualisht e kam fjalën. Ndëshkuese, qortuese, ose të jetë përmes këtij zëri të brendshëm, krahasues apo kritik, i qortuar obsesionalisht nga nëna, ama di cila nënë? Nga nëna ati e brendshme. Eksakt. Pra dhe ne shpesher qortohemi në kuptimin obsesional, kur prindërit tanë nuk i vënë në dukje cilësitë dhe forcit tona si njerëz ose si fëmijë. Nuk them që ta lavdrojmë fëmijën, ta ledhatojmë nëse nuk ka sukses. Mund ta kritikosh vetëm në nivelin racional, të kuptueshëm për fëmijën. Por me fëmijën ka raste kur duhet të komunikosh edhe përmes simbolikave. Por jo të jesh autoritar edhe ta shtypësh fëmijën në çfarëdo lloj forme, sepse në të armën fëmiu ndoshta mund të korrespondojë i suksesshëm në punë, i suksesshëm në jetë, karrierë. Pa, diku është problemi pastaj. Është i palumtur. Eksakt, që sa bukur. Pra, është jo vetëm i palumtur, edhe i pamjaftueshëm në anën tjetër, lumturinë e sheh vetëm si iluzion. Po ti tash paramenon se kesh të e thonë edhe që ta. Do paramenon në momentin çfarë thyrje ndodh në shpirtin e një fëmijë të vogël, ku shkon edhe i thot nanës vet, "Oj mama, e kam marrë pesë." Edhe nana në vend që më thon, "Bravo, shumë mirë, jam shumë krenare me ty." Nana ja bën, "Po këshire fëmia tjetër e ka marrë 5+." Tash çaj fëmijë në çat moment në kohë dhe në hapësirë e mëson që unë nuk jam i mjaftueshëm si individ. Unë jam i mjaftueshëm vetë si performancë. Unë e vlej qatë sa vlejnë performanca jam.
unë e vlej qatë sa muj me ofru. Tash në krejt jetën tane ti kime u përball me njerëz që kanë me mujt me dhonë ma shumë se te. Eksakt, kjo po t'i glo pak marksiste, kupton. Pikërisht, po dikush ka me kon ma i Zotit se te, dikush ka me kon ma perfeksionist se te, dikush ka me kon ma javë, dikush ka me lexu ma shumë, ka me ditë. Çka i bjen kjo që tash ti si i mirë kur mjaftueshëm, sepse ti si fëmijë nuk e mësuar që vlera jote fillimisht korrespondon me qenjen. E masni edhe me ato që ka mundesh mi ofru botës. Po në momentin që fëmia thot, unë nuk vlej si qenje, po vlej me performancë, pikërisht, unë jam i pamjaftueshëm, unë kur s'kam me kon mjaftueshëm. E sa ndodhën që kjo shoqërinë tonë? Nëse e pyet personin, i thua, po çfarë vlere ke në të vërtet, ai do të përgjigjet. Rezultati im është ky. Po, por jo për vlerën, jo për ndjenjën e vlerës. për rezultatin profesional, punën. Eksakt. Dhe kjo është shumë e shprehur. Referuar pyetjes tuaj, është shumë e shprehur në shoqërinë kosovare sot, sepse kjo i bie sikur ti shërbesh komunitetit e shoqërisë, e në anën tjetër ta harrosh veten, e të kalosh në heshtje. Njerëzit që kalojnë në heshtje, ju e dini kur mendja nuk e duron dot stresin, a diku e shëtit. E shëtit në për trup, e somatizon atë. Edhe kur somatizohet stresi apo shtypja, emocionet, dëshira, pasioni, ëndra, trupi atëherë fillon të flasë nëse nuk flet mendja. Edhe keni dëgjuar shumë raste, ju keni pasur në sferën tuaj klinike, shumë raste, pse po më dhem krau shumë, kam shumë dhimbje shpine në qafë, kam shumë dhimbje në këmbë, në stomak. I realizon gjitha analizat laboratorike, mjekësore, del me rezultate mbreslënse. Por ku qëndron problemi? Te këto periudha dhe përvoja të cilat e ndjekin gjatë gjithë jetës personin. E të bëjsh mend që Freudi që të ne ka ditë para 100 vjetë. Eksakt. Edhe a dini diçka, po du mi t'regu një detaj se mos ma përmend me shumë Freudin, se po më emocionon. Është shumë një detaj interesant. Freudi para 100 kusur vitesh ka diskutuar për këto dhe hidhni vështrimin të neuropsikoanaliza. Është fakt që shkenca nuk ka arritur t'i lokalizoj zonat ku është pavedia, ose kujtimet e pavedishme, idi, egoja, superegoja. Por në qasjen e neuropsikoanalizës, ju jeni mjek dhe shumë mirë dini që këto tek teoritë freudiane në përkthyer në neuropsikoanalizë kanë gjetë një lidhje të përbashkët tek sistemet dopaminergjike. Po, pra të kërkosh, ta duash, të jesh. Bile me folë kështu drejt, neuroshkenca sot në një farë forme pa i thonë vetë se i vërteton çdo që i ka thonë Freudi për një periudhë shumë të hershme. Për shembull, është një farë psikologu Paul MacLean e ka emrin në vitet e 60-ta të hershme, tu dosh më u shpjegu studentave të vet çysh funksionon truri. U ka thonë që na trurin e ndajna në 3 shtresa. Në trurin lizard brain, ai ka thonë truni i zhapinit, që është kjo pjesa jonë e trunit që përbohet prej medulla oblongatës, prej është bazuar në stadet evolutive. Po, domethënë bashkë me stadet evolutive. Edhe çajo pjesë e trunit ton është përgjithse veç për instiktet tona kafshërore, që aty merren vendime veç çysh ka me ekzistuar në si qenje. Strategjia mbijetesës. Korrespondon me idin që e ka thonë Freudi, nevoja tona shtazarake, sepse një hardhucit nuk i nevojitet me menu çysh ka me shkuën në punë, se ajo është një krijesë që nuk ka kapacitet mendor të tillë. Por domethënë aty i duhet veç me mbietu. Edhe na kemi të njëjtin tru. Për shembull medulla oblongata te na është përgjithëse për rrahjet e zemrës, është përgjithëse për sistemet automatike të cilat po kanë të bëjnë me sistemin vegetativ. Masnej, aja ka përmend edhe një tjetër që e ka quajtur truri i gjitaritëve, diencefaloni, që aty ku është sistemi jonë limbik, ku janë emocionet, ku janë dëshira. Dy pjesë, hipokampusi dhe amigdala. Çto dy struktura janë përgjithëse për këtë sistemin tonë emocional, për mënyrën që na lidhemi me tjerë. Domethënë, edhe e kena pjesën e tretë që është neokorteksi, që është pjesa jonë e logjikshme, korteksi prefrontal, që të na i marrin vendimet e vetëshme, funksionet ekzekutive. Vëmendja ndaj informacionit pikërisht. Domethënë, nëse nalësh edhe e bën një farë korrelacioni, nuk është ndryshe prej asaj që e ka thonë Freudi. Edhe lobet parietrale që kanë të bëjnë me funksionet e imagjinatës, edhe ato zënë vend shumë të rëndësishëm në zhvillimin kognitiv të personit. Po. Dhe janë të ndikuara nga dëshirat, nga ky pozicion apo nga ky lokacion i idit që vazhdimisht ushtron presion. Pikërisht, po, nëse nalesh edhe veç nalesh edhe e pyet një psikolog, cila është pyetja e parë që ja bën pacientit, ai kur nuk thotë çka po mendon, po çysh po ndihesh. Kjo për një kohë shumë të gjatë është debatu pse ndodh, po mas nej tash, domethënë edhe vetë kur më ka rënë me lezu më shumë, përgjigjja është që në fakt emocionet janë ato që e mojnë timonin. Po, vetëm është fakt kjo që ka diçka tjetër, disa shtoj. Më fal për ndërprerje. Po, patjetër. Ne fillimisht ndjejmë, pastaj mendojmë. Pikërisht. Të mendosh e të ndjesh i bie që e ke mësuar. E vërtet. Ndjenjen. Shumë e vërtet. Po të ndjesh e pastaj të mendosh,
Fiks kjo ka të bëj me bazën, me genealogjinë e emocioneve tona. Prandaj jam dakord me atë që ju sapo e theksuat, nëse sërish fokusohemi edhe pak tek rasti, keni nxjerr një rast tipikisht shumë të nevojshëm që njerëzit ta kuptojnë se kujdes me fëmijët tuaj, ofroni ata shim, edhe nëna dhe babai duhet të bashkëpunojnë njëri me tjetrin. Rikthehemi aty ku e thash pak më parë. Jo nëna të jetë stre e babai ligjvënësi. Se çfarë ndodh me fëmijën, kërkon në jetë dhe ndeshet vazhdimisht me boshllëqe. E këto boshllëqe a di ku e çojnë personin? E çojnë në një krizë ekzistenciale, krizë kjo e cila mund të shkaktoj pastaj ankthe, mendoj, të pakuptimta, të cilat kur i gjejmë kuptim, pikërisht kanë të bëjnë me historinë që e ka përjetuar individi. Se njerëzit kur përjetojnë panik, ose momente sulmesh paniku, ose ankthe të shpeshta dhe realizojnë analiza të shumta, konsultime të shumta, por akoma nuk arrin ta kuptojnë pse po mjet ç'kjo ndjen, ç'kjo tutbe, ç'kjo frikë kanë njerë, pse kanë njerë po bllokona, po drina dhe po shtangitna, ç'a po ndodh me mu? Nuk është kjo e pakuptimt. Këtu ka nyje të cilat marrin kuptim përmes qasjes psikanalitike, e cila rikthehet tek historia. Por cili është rezultati, do të thonë të rishikuesit tuaj në këtë rast. Rezultati është që një emocion kur përpunohet nuk është më simptom. Shumë e vërtetë. E në anën tjetër, kur emocionet nuk përpunohen, ose ngelin në heshtje, ose ngecin në stat, izolohen, nuk mirë trajtohen, atëherë kthehen në simptoma. E simptoma nuk ka për qëllim e shkatru individin se çet problem kanë anksiozët. Mendojnë që do të çmenden, ose do të përjetojnë një sulm kardiak që mund t'i shpijë drejt vdekjes. Jo, po simptoma pi jep sinjal që ta kuptojnë çfarë ankthi kërkon t'ju thot atyre se ku është problemi. Pra ankthi përpiqet me të kallzu diçka që ti nuk e din. Pe tham apo popullorçe, pra edhe një herë i tham të rishikuesit tuaj. Ankthi gjithmonë përpiqet me të kallzu diçka që ti nuk e din. Që është sinjal, ama nuk është të shpier drejt shmendurisë. Kjo është më se e kuptueshme nëse analizojmë jo vetëm prizin profesional, por edhe prandaj shiqur që kemi njerëz si ti, që janë domethënë që kaq oratorë të mirë, që kaq elokuentë dhe që i shpjegojnë çdo dhe mendoj që njerëzit përfitojnë shumë. Kalojnë atë raste i dytë. Patjetër. Janë dy raste tepër të mira, kanë më të pëlqyer shumë, po janë edhe shumë të ndjeshme. Domethënë janë tipike raste kosovare. Okej. Rasti i dytë. Unë jam 29 vjetë, jetoj në Gjermani. Prej moshës në 19 vjeqare, punaj 12 orë në ditë me një fabrik të automjeteve, flaj me një dhomë të vogël me 2 shokë, kurse çdo muaj i dërgoj 800 deri 1000 euro në Kosovë për prindrit, për vllaun e vogël, për shtëpinë. Në fillim, unë isha shumë mirë, shumë krenar me veten. Unë jam shtylla e familjes, këmë thonë. Po me kalimin e kohës, fillova me vrej diçka shumë interesante, e cila ja nisi më hangër për brenda. Vllau jam i vogël, 24 vjet, që jeton me prindrit në Kosovë, poston foto çdo fundjavë, kerrin e ri, që unë ja komple me kursimet e mia, në për klabe, me shok, në për neja, tu pleteshat shtrejta, edhe tu mbur të thonë që ç'është është jeta jam, pa punu as një det. Kurse unë këto, ha buk me salam që me mujt me kursy. Një det vendosa, thash balma, nuk kom e qu as një cent në shpe këtë muj. Hajtë të shohim që ka po bohat. Edhe bashkë që to, ka ndodh ajo që ma ka thy zemrën. Prindrit më thirrën telefon, amo jo për më vetë që shje djali ma je mirë, po më thanë, faleminderit që na ke harru. Nana filloj me kajta, qyshmëre na ke braktis, qyshmëres na ke qu pare, që ka bojnë ana, vllajët ka nevoj për pare, për benzin, për tesha. Baba më tha, ti je ma i madhe, je përgjec për shpin, që kanë me thonë njerëzit, ka të nëse s'na qënë pare. As njone nuk më pyti pse e mora bashkë qëtë vendim. Nuk më thanë, qëre, na të dojna për një me, pa marë parasysh pareve ose jo. Veç më ofendune më thanë, këtë gjani far egoisti je bo, i ke harru prind. Qatë natë, e ula kokë një stake dhe kajta si fmi. E pyta vetën, veç pak. A jam unë e për një memër e djali i tyne, apo thjesht një bankomat që jetën largë? Qysh është e mundur që familja jote, qëja që supozohet me konë streha jote, më të po muni ka që i huj, ka që i përdorën? A është fa jam që jam largë, a është diçka ma e thellë që na si Kosovar,
që e masim dashurinë me pare edhe me atë se çka menojnë njerëzit. Edhe ky është një rast shumë i ndjeshëm, ashtu siç e paralajmëruat edhe ju. Në fakt, këtu problemi nuk ka të bëj se kush e ka fajin, se psikoanaliza nuk e trajton problemin si një sistem gjyqësor, por në fakt këtu kemi të bëjmë me pritjet. Pritjet e prindërve dhe selektimin, apo prirjet selektive të prindërve në mes të fëmijëve. Pra, ka të atill prindër që jo me dashaketësi, por krijojnë pritje për një fëmijë dhe nuk kanë arritur të komunikojnë mjaftueshëm me atë fëmijë për nevojat e tij ekzistenciale, thjesht kanë parë tek fëmiu fuqinë, gatishmërinë, energjinë, ne i themi libidon e pakonsumuar, dhe si rrjedhoi pritjet janë egzageruar dhe kur ju është ndërprer kanali i kontributit në këtë rast. Për prindit kjo ka qenë shumë shqetësuese. Dhe pse ka rezultuar kështu? Se këto pritje janë pushuar. Dhe fëmiu, në këtë rast djali, tani i rritur, ka filluar të monologoj me veten. Po pse ka bërë këtë? Sepse ai gjatë gjithë kohës, sa i ka ndihmuar familjes, vazhdimisht ka qenë në tundimin e një ankthi persekutues që e ka ndjek, e ka përndjek gjatë gjithë kohës. I ka punuar për familjen, pra ai zëri brendshëm që folëm më parë. I ka punuar për familjen, i ka ndihmuar familjes, po qyra i tjetri, po promovohet, po shëtitet, po harxhon, po kalon jetë luksi. Duhesh me ndërmarr diçka. Edhe ky merr një vendim, duke monologuar me veten, për t'i kundërpërgjigjur familjes dhe për ta parë reflektimin, sepse ky ka kriju një pritje. Ka dashur ta shohë reflektimin e familjes, por familja çfarë ka bërë? E ka kthyer një feedback të ashpër. Dhe në anën tjetër, si mund ta zgjidhin këtë përmes psikanalizës? Këtë shumë e thjeshtë. Duhet patjetër djali dhe familja në nivelin terapeutik të gjitha emocionet e papërpunuara në fazat e fëmijërisë së hershme ose në fazat e adoleshencës ti ripërpunojnë përmes një qasje të integruar psikodinamike. Sepse ka konflikte të pazgjidhura në mes të djalit dhe prindërve. Po ashtu, ndonse nëna mund të jetë nën presionin e babait, se duket sikur babai këtu është ai që ka një ushtrim autoritar. Edhe mbi nënën, edhe nëna çfarë të bëj? Transmeton atë çfarë thot babai. Pra nëna është ajo që transmeton ligjet e vendosura nga babai. Dhe në anën tjetër, mund supozojmë se djali në këtë rast mund të ndjejë edhe dëmshuri për nënën, por e ka të pamunshme si të ndikojë nga larg kundrejt babait për sjelljet e tija, të cilat ndonse mund të konsiderohen abuzuese në nivelin emocional, sepse është abuzuese kjo të ushtrosh presion mbi djalin për t'ju sjellur të hodha se i bie atëherë që djalin po e përdorin karem. Është një lloj strategjie manipulative për mbijetesë, por unë prapë këm ngul, se jam nga natyra edhe optimist edhe paqëdashës, që prindrit nuk besoj për që harin dhe në qatë pikë me pa fëmijën karem, por krijojnë thjesht pritje, e që i bie se këto pritje duhet të relativizohen në çdo lloj forme. Nëse të po ndërhyjmë faqe, po ndërhyj kështu, po ideja domethënë është edhe prej eksperiencave personale që kam karo me pa, është frekshëm e çuditshme edhe e shpesh sa shumë ndodh. Domethënë nëse një familje i kanë dy djemë dhe njërin e kanë në diasporë i cili punon edhe ju çon parë këtyre që jetojnë këtu edhe këtë tjetrin e kanë këtu, të cilën kërkoj falje për terminologjin, po i cili jeton pak si parazet, tu varë veç prej pareve të vëllaut atje, në momentin që ju nalën paret që ju vinë prej atje, këta fillojnë më bu pak më agresiv, sepse e ka një farë nashta një nevojë të nënvedeshme, sikur një dëshirë, një proces të nënvedeshëm që ndodhë të këta, sikur që na ki bërgjë me na qu, që s'pëna je paret, sukur me konë këto paret e ty na është ja u këty borgjën, sepse na si popull, do me thonë, nuk është që s'kemi ka pak tendencë mi angulit fëmijëve një farë ndjenje, prej kur janë të vogël, një farë ndjenje të faje, të ju thonë që na po të rritum ty, tash ti ki mund këshirë mu kur të plakna, po? Po, vetëm edhe diçka, Lirim, në brenda kësaj historie duhet kemi shumë pikpyetje këto. Cila është pikpyetja? Pse djali bën një jetë luksi ose një jetë të papërgjithshme dhe pse prindrit kanë mungesë empatie në raport me djalin tjetër që sakrifikohen për familjen dhe tregojnë empati ose tolerancë. Pragu i lartë i tolerancës është
më i madh në raport me djalin tjetër që është i llastuar dhe shumë i ulët me djalin tjetër që është në sakrificë. Dhe këtu a di ku qëndërzohet problemi? I bie që ndonse djali tjetër që është i llastuar ose bën një jetë luksi si i papërgjeshëm mund të ketë pasur ndoshta më parë ndonjë problem, ta themi kështu, delikuent, antisocial, e që familja strapacohet, nuk i kundër përgjigje sepse kanë frikë që fëmiu mund të eskaloj eksakt dhe harrojnë që këtë duhet të ja sqarojnë fëmiu tjetër në mënyrë që ai të krijoj një lidhje, unë i them lidhje sinaptike, empatike, mes dy qarqeve, dhe kur krijohet kjo lidhje empatike, vetëm duke sqaruar problemin e tij, se ne duhet ta zgjidhim këtë pikpyetje këtu. Pikpyetja këtu qëndron. E prandaj konstatimet sa vinë bën më të rrjedhshme për t'i dhënë një ngjyrë shumë të kuptueshme kësaj situate që ka shumë domethënie për shoqërinë kosovare. A ka mundësi rënë për shembull që edhe ky djali që është në Kosovë, që bën jetë të luksit, në një farë forme i abuzon emocionalisht prindët e tij dhe këta tuten mas nej që nëse këtina nuk i plotësohen nevojat ai mund të mos sill keq ose eventualisht milion mu largu sepse këta kanë një farë mbështetje te ky djali që është këtu se prap na kur të smuhëm dhe i vjen tipi Gjermanis na desim 7 herë, po kjo këtu me neve. Po a di kusht në fakt e thash po e riformuloj pak më kuptueshëm, shumë në fakt kuptueshëm për të shikuar si tuaj. Ky djalë presupozohet që mund të ketë qenë abuzues për prindrit. Por edhe prindrit mund të ndjehen me faj pse nuk kanë arritur të ndërtojnë një qasje psikoedukative të shëndetshme me të. Dhe kur ndjehen me faj, çfarë bëjnë prindrit? E ruajnë gjatë gjithë kohës, mos po eskalon sërish. Edhe kjo ndjen faj, çfarë bëhet? Mishërohet. Këtu qëndron empatia. E tani por të them se ka shumë raste të tilla kështu. Ky rast çfarë bëhet? Mishërohet nga prindrit tek fëmia tjetër. E ky fëmia tjetër këtu i rritur pra, që sakrifikon për familjen, ofron kontribute, ofron ndihmë financiare, duhet të tregojë empati për ta analizuar me plotësi ngjarjen. Mund të jetë kjo, mund të jetë edhe ajo, mund të jetë jo vetëm ti kundër përgjigjet prindërve, boll më u lodha duke ju ndihmuar. Jo, merr një pushim, afrohu me familjen dhe diskutoje këtë. A e dini që diskutimi dhe komunikimi zgjidh shumë probleme, pra? Ju e dini shumë mirë dhe seancat në çifte që bën terapi në çifte i kanë shpëtuar dhe divorcit, e lëmë probleme familjare. Por sot shoqëritë kosovare shpesh refuzojnë komunikimin. E ku të refuzohet komunikimi, edhe kalojmë në eshtje, e shikojmë njëri tjetrin me mëri, s'kemi zgjidhje. Shumë e vërtetë. Po, domethënë unë mendoj që çfarë the në mënyrë shumë briljante, kështu që s'kam çka më shtu kur gjë. Po kalojna te rasti i tretë, që për mua është më emocionali, sepse e trajton një të fshetë, një problematik të jashtëzakonshme, tamam psikologjike, po edhe shumë të dhëmshme të njëjtën kohë. Edhe by the way, është në rast i vërtet, kështu që që e di që e kom pa. Po gjithmonë në kusht anonimiteti. Normal, gjithmonë në kusht anonimiteti. Unë jam 37 vjeç. Kam doktorat në ekonomi, punoj si ligjëruese në një universitet dhe nga jashtë dukem si një gru shumë e suksesshme, shumë e pavarur, që e ka kontrollin maksimal në jetën e vet. Po brenda shtëpisë tam është një farë ferri që nuk e din kërkosh. Burri jam më mrej. Jo çdo ditë, po mjaftu shumë shpesh sa me mujt me jetu me frikë të përditshme. Një fjalë e gabume, një vonesë ndark, një mesazh në telefon që ai nuk e kupton, edhe fillon. Më ka për flok, më godet, pastaj më kërkon falje me lotën sy, më blen lula edhe thot, je gjithçka për mua, pa ty s'muj me jetu. Edhe unë gjithmonë e falje. Kur më pyesin miqtë se familja, po qysh ka bre mundësi ti e ka qes gjume, qysh e duran që të sen? Unë e qesh edhe tham, hajt bresash veç fase se ka me kalu, po brenda vetës e ditë vërtetën. Unë e vetë e kom në zgjedhës që të borgë. Para 4 vjete, para se mu martu me ta, kam qenë në lidhje me një burr tjetër. Ai më ka trajtu si mbretresh. Më dëgjonte me orë të tana, më ka mbështetë në karrierë, më befasonte me udhëtime, kur asnjëherë nuk më ka ngrit zone. U kon shumë i butë, i dashton, i respektueshëm, ama une nuk më isha me dasht. Unë isha shumë thot kur isha me ta. Nuk kesh tension, nuk kesh dram, nuk e kesh qatë zjarrin që më bënte mu një e gjallë. E lash edhe i thash qëre, nuk jeti faj jam unë edhe qaq.
E sot, jem e martume me qata, bashkë me qata që më rej. Sepse në fundit, unë jam martu me babën tem. Qysh. Kur jem kone vogël, baba më ka rej rregullisht. Jo veç mu, por edhe nanën. U koni dhënshëm, kontrollus, xhelaz, pas çdo rrahje, ka arta nejo pendesa. Më ka mbledh ëmbëlsira, më thejke, ti je princesha jem, më e mira, qika jem, më ka përqafu fort. Edhe unë e kum dasht qatë shumë, sa gjithmoni kum falë gjithë qka. Vetë se në atë moment të pendimit babës tem, unë isha e dashtën për një me. Qajo dhunë dhe qaj pendim, u bo për mu modeli dashunis. Dashuria vërtet në mendjen tem të fëmis, u dasht me ardhë me dhimbje, u dasht me ardhë me frikë, u dasht me pas qatë tensionin, që mas mej me përfundu me një përqafim të ngratë pi babës. Kur jem konë me burrin që më trajtej ke mirë, unë isha diqysh e thatë, pa kur qa. Sikur nuk më dajke për një me, bile disa herë ku më akuzu që nuk po më dënë. Nuk desha qka me bo, kur ishim shumë qetë, kur ishim shumë mirë, kur s'kish drama. Nga i ke qajo drama, qaj zjarri që më bëjke më një e gjallë. Dhe kur u takova me burrin tem aktual, i ashpër, kontrolluz, xhelaz, me qatë zjarrin e gërsinë në sy, univa me një herë rahat. Univa, si kur ma në fund, diku shumë dojke për një me, qështë që shumë ka dasht baba jam. Tash e kuptaj. Unë e kum përsëri traumën tem. E kum zgjedh një burr që është pasqyrë tipike e babës tem, sepse veç që shto di me dasht edhe mu një e lumëtër. E pyetja jam e madhe dhe shumë e dhemshme është kjo. A muj najherë me shpëtu për e këti cikli? A muj me mësu me dasht një dashnit shëndetshme, pa dhunë edhe pa pendes? Shumë e qartë. Rasti këtu ka të bëj me elementet e natyrës histrionike, dhe në anën tjetër shohim që kjo nuk po jeton e lumtur, por po vazhdo me jetu që atë? Po vazhdon të jetoj brenda një cikli duke e kontrolluar ankthin në të njëjtën formë si që ka përjetuar në nivelin traumatik në familje. Dhe ku qëndron thelbi këtu që e zgjidh ekuacionin e historisë. Ajo ka ndërtuar një personalitet të dyzuar. Pra, kur është ke shtrajtuar, ose është ndërshkuar nga babai, ajo ka qenë vazhdimisht duke pritur për një sjellje paqëdashse dhe atashuese të babait. Dhe kur e ka kuptuar që kjo sjellje po i kthehet sipas në korespondencë me dëshirat e saj, atëherë në mënyrë të menjëhershme ka krijuar apo e ka idealizuar prototipin e një babai që e do me të vërtet, por ndëshkimin që po ja ofron është një ndëshkim që ajo me të vërtet ka bërë faj. E meriton. E në fakt, kjo shkakton tek këto vajza ankthin apo ndjenjen iluzionare të fajt. Pra, të ndjesh faj pa bërë faj. Dhe thot që ai më parshmi më ka trajtuar mirë, me dashuri, me ngrohtësi, por sërish nuk e ndjeja në vetvete dramën që e doja. Por nuk ka dashuri me drama. Drama është pjesë e dashurisë, por dashuria nuk e formon dramën. Drama mund të jetë e tipit drama e egzageruar. Por kur shohim që babai e ka kesh trajtuar në anën tjetër të njëjtin veprim po ja bën bashorti, ky i dyti, atëherë kuptojmë që kjo po jeton me prototipin e babait të saj të idealizuar. Që do të thotë se po më ndëshkon, por ja, po vije tani, babai i mirë te unë. Po më dënë tash. Ky është mesazhi i pavetëdijshëm i gruas në mendjen e saj. Dhe si mund ta zgjidh këtë gruaja? Gruaja këtë mund ta zgjidh përmes përpunimit të konflikteve të pazgjidhura në nivelin neurotik, se këtu ka elemente neurotike të një problemi histrionik, dhe në anën tjetër duket sikur ka edhe elemente të një çrregullimi post-traumatik në këtë gjendje. Pse e them post-traumatik? Sepse është vazhdimisht në të njëjtin cikël dhe ka gjasa që këto flashback, këto emocionet e përjetuara në fëmijëri nga keqtrajtimi i babait dhe pastaj ledhatimi dhe dashuria e babait, se duket se babai ka pasur natyrë bipolare, apo jo?
këto e bëjnë vajzën të ngujuar brenda një cikli të pandërprer përjetime këto që në një moment të caktuar mund t'i sjellin asaj pa kuptimësi ekzistenciale. A e dini pse unë e lidh shpeshherë psikanalizën me logoterapinë e Viktor Frankl? E lidh shpeshherë sepse njerëzit kur kalojnë në pa kuptimësi ekzistenciale vetë konsumohen. Dhe ky vetë konsumim atyre i sjell epizode të tilla depresive. Po dhe më thonë, ideja që to u konë që kjo gru, nëse kthehemi në fëmijërinë e hershme, kjo e ka mësu që në një dashuria e babait shprehet përmes dhunës, sepse na e diskutuam edhe më herët që një fëmijë nuk e ka idenë çu do këtë botë ose çu ndihet dashuria. Në momentin që baba ka rre, po mas ne ka ardhur dhe të ka përqafuar, ka thonë hajde çika jam më e mira, ti e ke mësuar që sa herë që të më rre baba, mas ne ka më ardhur dhe që ky baba i miri idealizëm. Po, kjo është tingëllon me çastin biovirale edhe më shumë kjo. Pikërisht, domethënë ty ta ndal ty ta krijon këtë ide në kokën tonë që dush me prit se mas në çdo ndëshkimi vjen një farë ama është edhe pikërisht, ama është edhe problemi pa përpunuar emocional edhe në stadin elektrian. Pra që do të thotë se më mirë babai se sa nëna. Mesazhi i pavetëdijshëm i saj. Që do të thotë se në anën tjetër, në qoftë se ku e lidh këtë me mirë babai se sa nëna, sepse tek ajo ka ngecur emocioni i papërpunuar në stadin e kompleksit elektrian. Pra rivaliteti dhe identifikimi me nënën e ka bërë atë më konfliktuoze dhe gjithmonë në tundimin e frikës se do ta humbas babain. Dhe në anën tjetër, ky ankth i përjetuar dhe i ekspozuar vazhdimisht ndaj ndëshkimit e bën atë më të afërt me imazhin e babait për të cilën ajo e ka dashur gjithmonë. Rën, sa gra i kanë zgjedh burrat e tyne sipas teje, me një model, duke u bazuar në një model të mësuar prej babës tyne. E kanë gjetë burrin të u bazuar në modelin e mësuar prej babës. E kanë gjetë janë martu me një farforme, e di që do këtë sensacionale, po janë martu me një farforme me versionin e babës së tyne. Ose të kundërtën e babait të tyre. Se Karl Popper aty çfarë thotë në këtë rast? Thotë, a e dini pse teoritë e Freudit s'u na mirëzu? Se kur dëshira nuk plotësohet, ajo shtypet. Normal. E kur shtypet, në një moment caktuar plotësohet, që i bie se as andej e as këndej. E që do të thotë se ne ose lidhemi prototipin e nënës tonë, ose e gjejmë të kundërtën e nënës tonë. Kjo vlen edhe për vajzat. Por pse ndodh kjo? Varësisht nga emocionaliteti, atashimi, prindërimi, kujdesi, emocioni apo atraksioni prindror, me të cilin i është ofruar fëmijët, sikundër fëmiu krijon po të njëjtin imazh brenda ti, e internalizon atë, e brendson atë dhe e projekton jashtë, dhe kur e projekton jashtë është në kërkim të atij prototipi. Por kur ka një baba të dhunshëm, ndodh keq identifikimi. Dhe kur ndodh keq identifikimi, çfarë projektimi bën vajza në këtë rast? Kërkon një baba ideal, se babai që ka qenë shumë i dhunshëm. Por tani ju do thoni po bini në kundërshtim me rastin që treguat më herët. Jo, këtu ndodh diçka tjetër. Ky lloj keq identifikimi vije edhe si pasojë edhe shumë abuzime dhe keqtrajtime të tjera që babaja bën nënës në sy të fëmijës. E këtu në këtë rast nuk e kemi. Prandaj edhe psikanaliza ditë të jetë relative, por shpeshherë psikanaliza bie në kundërshtim me vetëm sepse prodhon edhe një hipotezë tjetër pasuese. E kështu që jeta ditë të jetë provokuese gjatë gjithë kohës. Mos e mendoni jetën veç lumturi, veç lumturi e kënaqësi, por analizoni gjërat dhe mendoni shumë herë përpara se të veproni një gjë të caktuar. Rën, masi që jena kritë në fond, cili kish me qenë një mesazh joti për krejt ata që janë kundër na këshyr deri që tash? Çfarë u kishe thonë? Cili është sekreti për me pas një jetë të mirë, të lumtur, sipas teje dhe sipas psikanalizës? Pyetja në vetvete ngre shumë dimensione. Cili është sekreti për me pas një jetë të lumtur? Po më tingëllon kjo pyetje, mos më keq. Po më tingëllon kjo pyetje sikur në librat e bestseller, që absolutisht jam kundër atyre librave. A dini arsye pse? Se nuk është sekreti të jemi të lumtur. Sekreti është ta menaxhojmë jetën sipas objektivave dhe qëllimeve tona prioritare që i dhurojnë jetës kuptim ekzistencial. Në momentin kur ne e shijojmë kuptimin tonë ekzistencial, përzgjedhim rolin tonë në jetë dhe kënaqemi me rolin me të cilin ne e operojmë, atëherë
të gjitha gjërat janë të sistemuara. Madje edhe rrjedhshmërinë e shijojmë, se esenca e jetës, që ti përgjigjem saktësisht pyetjes tuaj, është që ta shijojmë rrjedhshmërinë. Sot njerëzit nga presioni dinamik dhe kompleks i shoqërisë nuk arrin ta shijojnë rrjedhjen e çastit. Unë sot me ju këtu po e shijoj rrjedhjen e çastit. Dhe e dini pse? Si pasionant i psikanalizës, për mua këtu ne jemi, unë edhe ti, jemi 4 persona. Jo vetëm 2. Okay. Dhe ku e them këtë? Unë, ti, e pavetëdijshme jote dhe pavetëdijshme ime. Eksakt. Dhe pse e shijoj këtë? Sepse ne jemi në sinkron të diskutimit. E pavetëdijshmja juaj dhe e pavetëdijshmja ime është në sinkron sepse po zgjidhim raste gjatë këtij diskutimi dhe kënaqësia kuptimore këtu qëndron se shikuesve juaj të shnet paq po i kontribuojmë informacione domethënëse. E kjo është një prej atyre që do t'i kontribuonte njerëzve ta shijojnë çastin e jo duke qenë brenda çastit ta mendojnë me një ankth anticeptiv ose parashikues se çfarë pastaj pas çastit. E kur jeta është nën presionin e idesë se çfarë pastaj pas çastit, e bën jetën të trazuar. E unë ju them të shikuesve tuaj, njerëz që na ndjekin, mos mendoni çka pas çastit. Shijojeni çastin sepse rrjedhshmëria do t'ju mundsoj ta zgjeroni infrastrukturën e universit tuaj në shumë dimensione kuptimore për ju. Unë që kjo është njëra ndër këshillat më të mira dhe unë personalisht që e kom marrë për jetën, e besoj që edhe për shumicën e shikuesve. Unë vetëm dua të përgëzoj për angazhimin e palodhshëm, shnet paq për mua duket se është një format shumë i ri në skenë, por edhe domethënës edhe produktiv për gjithë njerëzit që e ndjekin, sepse po kontribon në shoqëri. Nuk ka karakter egoist unë dhe ti, por unë dhe ti, teleshikuesit, gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit shumë rënd për këto fjalë. Ti e den mendimin tem për ty edhe thash edhe në fillim, domethënë unë jam shumë krenar që na kemi njerëz që kaq profesional sa ti. E kjo nuk është hera e fundit absolutisht të takome. Tash tutje, domethënë kanë më të pa njerëzit te na më shpesh. Faleminderit shumë që ke ardhur edhe shihemi herën tjetër. Ndërimet e mia, faleminderit shumë. Për juve që na keni këshyrë deri që tash, shpresoj që ju ka pëlqyer edhe mos i harroni këshillat që i ka dhënë Roni deri që tash. Shijojeni çastin e mos u merrni me ato që ka ndodhur më vonë, sepse e ardhmja nuk i është premtuar kërkujt. Shijojeni çato që e keni në çat moment. Faleminderit.